prej gjërave që ehli suneti i ka bazat e tij dhe thot se kjo është akidja e shëndosh, është se besimi jon, imani jon shtohet dhe paksohet. Pra nuk ka një nivel të caktuar ku njeriu thot se që tu deri çdo kumpunu edhe bollësht. Ma tepër nuk du me dhon mundi. Por ose ki me shtu imanin, ose ki me paksu. Si shtohet imani? Imani shtohet me vepra të mira dhe me bindje ndaj Zotit. E si paksohet? Me vepra të këqija, me gjinohe të cilat robi bën. E mirë, a ka mundësi që gjatë ditës na të mos bëjmë as vepra të mira, as vepra të këqija? S'ka mundësi. Ose ki më bë burri mirë, musliman i mirë, ose ki me vepru keq. Nuk ka mundësi që njeriu të ndalet dhe qëndroj në një vend pa bërë ndonjë veprim. Po qoftë edhe me gojë, njeriu ose mund të bëj se vapet fitoj pra me gjuhën e tij, ose të bëj mëkate me gjuhën e tij, pa lëvizur fare, pa kryer ndonjë veprim. Për këtë arsye pra imani shtohet dhe paksohet. Përderisa e dim këtë çështje, këtë fakt, atëherë na duhet që me kultivu imanin tonë, me ujit në vazhdimsi me adhurimet e tjera, duke mos e lejuar që se paku të bim të poshtë